Në shkollën Kolit Romeno në Shkodër po vjen me intensitet rikonstruksioni i plot fal investimit të Bashkisë së Shkodrës. Punimet përfshin ndërhyrje në gjitha elementet infrastrukturore të godinës, duke synuar përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Përgjegjësi i punimeve Milkior Peraj bën të ditur se rikonstruksioni është i gjithanshëm dhe po ecet me ritme të shpejta, ku ndonsa afati zyrtar për përfundimin e një vit, synohet që shkolla të jetë gati në shtator për të pritur nxënësit. Punimet po ecin me ritme të mira, të kënaqshme. Kemi filluar se në nëntor, kemi një vit afat, por ne mendojmë me kap sezonin e ri shkollor, si mendohet me kap shtatorin, do të thotë. Sistemi elektrik, sistemi hidro, mbrojtje ndaj zjarrit. Mësoj në fillojnë me shtresat, pjesën e termoizolimeve, të ketë sistem kapot, gjyrë drejtare normalisht. E pozicionuar në një nga lagjet me densitetin më të madh të popullsisë, fal këtij investimi bashkëkohor përfitues pritet të jenë 600 nxënës dhe gjithashtu fëmijët e kopshtit, të cilët po ashtu përfitojnë nga ky rikonstruksion. Investimi në fjalë është pjesë e programit të gjerë që Bashkia e Shkodrës po punon paralelisht në disa shkolla të qytetit për të garantuar standarde më të larta në arsim, thuhet në njoftimin e shpërndar për mediat nga zyra e shtypit të bashkisë.